Vëllezër besimtar, thot Allahu Gjellëshanu në Kur'ani Kerim: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Në këtë ajet kuranor, Allahu Gjellëshanuhu don të na porosit ose të themi të na tërheq vërejtjen të gjithë neve, duke na thënë se alam ya'ni lilladhina amanu. A nuk ka ardhur koha, a nuk është koha për ata të cilët kanë besuar? Fillimi, pjesa e parë e këtij ajeti. Pjesa e parë e këtij ajeti pra thot, a nuk është boll moa, nuk ka ardhur koha e besimtarit musliman an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq, që atyre të friksohen zemrat, të dridhen zemrat e tyre nga e keqja që ata e bëjnë në jetën e tyre. A nuk ka ardhur koha pra që ata t'i lonë të gjitha këto duke u bezuar në atë që e kanë ndëgjuar nga përmendja e Zotit dhe gjithë ajo që ka ardhur nga Kur'ani. Pastaj thot wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl. Edhe mos bëhen sikur ata që ishin para atyre që ju erdhi libri. Mos bëhen pra model sikur hebrej dhe krishterët, fatala alejhimul amad. Ata njerëz thot nuk e kanë pas këtë problem edhe kur është përmend Zoti dhe është lexuar fjala e Zotit. Pastaj thotë ata gjithmonë i kanë dhënë vetës ymiz shumë dhe shpresë të gjatë. Fa qaset qulubuhum. Edhe gjithmonë njeriu kur dyqysh largohet prej Zotit edhe jep vetës shpresa të mëdha, ymizë të mëdha, atëherë thotë zemrat e tyre bëhen të forta, të ngurta. Wa kathirun minhum fasiqun. Dhe shumica atyre pastaj bëhen njerëz të prishur dhe njerëz të shkatruar. Ky ajet kuranor edhe sahabët tregojnë se ky thot është qortim. Ky ajet është qortim për secilin musliman që e ndëgjon emrin e Zotit, që e ndëgjon fjalën e Zotit, që e ndëgjon përmendjen e Allahu Gjellëshanu, që e ndëgjon porositë e Zotit, që e ndëgjon gjithë atë që shkruhet dhe thuhet dhe lexohet në Kur'an për neve. Është qortim për të gjithë ata që i kanë to parasysh, edhe përsëri nuk arrin që zemra atyre të ndalet nga keqja dhe të kthehet te Zoti. Dhe nuk arrin që zemra atyre të zbutet. Në këtë ajet përsëri është edhe një vërejtje tjetër. Dhe vërejtja që të mos krahasohemi me hebrejt dhe krishterët. Sepse të tjerët janë ata të cilët e kanë ndëgjuar emrin e Zotit, përmendjen e Zotit, fjalën e Zotit, edhe nuk kanë marrë masa në zemrat e tyre, në veten e tyre, në shpirtin e tyre. Pastaj është përsëri që kemi filluar edhe na ndoshta mesin ton, gjithmonë thojmë hajse ka vakt, hajse ja bëj dyqysh, vjen koha edhe e kësaj. Koha nuk pret. Andaj, kjo dhënia shpresë e vetvetes për me ardhur u drejtu është tot model i hebrejve dhe krishterëve. Dhe duke i dhënë shpresë vetes shumë, zgjat humbet shumë kohë, edhe pastaj njeriu e merr kahjen tjetër të jetës. Edhe pastaj fillon me pas probleme në jetë, edhe nuk arrin me përfitue nga fjala e Zotit, nuk arrin të përfitue nga përmendjet e Zotit ose edhe nga gjithë ajo që është në Kur'an. Andaj thotë gjejmë gjithmonë se njerëzit e këtyne dy feve krishtere dhe hebreje pjesa më e madhe janë jashtë rregullave, janë jashtë ligjit të Allahu Gjellëshanu. Pastaj në këtë ajet kuranor, përsëri jashtë asaj që na me këtë duke i dhënë vetës shpresë të gjatë, në mesin
tonë krijohet ai dembelloku ndaj ibadetit. Ka vakt më falë, ka vakt për ato, ka vakt për ato, ajtë se vjen vakti. Pastaj fillon njeriu nga kjo pak edhe zemra ati, pra shpirti i tij, mi ardhë normal edhe kur bën gabime. Mi ardhë normal edhe kur i bën gjuna Zoti Xheleshanu. Sepse në moment njeriu kur largohet nga Kur'ani, nga leximi i Kur'anit, nga mësimet e Kur'anit, nga lutjet dhe përmendjet të Zotit, sigurisht se shejtani mezi që pret me marrë nga ana e vet. Pastaj taftof edhe atë pak lidhje që të ka pas mbet me Kur'anin dhe lidhjen me Zotin. Fillon me harrue botën tjetër, fillon me harrue shumë çka. Pastaj mungon këtë drejtim ajo zemra mirë, zemra pastër, ajo zemra lehtë dhe e butë, që është e gatshme me ndit keqën. Sa që na kemi thonë disa herë, dietarët kanë thonë njeriu kur bën gjuna, zemra ati kur është e pastër, ende se ka kap shejtani para veti, ai me njëherë ndjen atë keqardhjen edhe tu e bo gabimin. Dhe Allahu Xheleshanu thotë nëse ai ndjen keqardhjen, ja fal lehtë, ja fal me njëherë. Pastaj nëse nuk arrin përmes fjalës së Zotit, përmes përmendjes së Zotit, përmes njohurive, përkujtimit të botës, jetës dhe vdekjes, dhe duke i jetue këto gjëra, nëse nuk arrin edhe me këto, me zbut zemrën e tij dhe me e pastrua veten e tij, sigurisht se pastaj bëhet shumë larg Zotit dhe është shumë i gatshëm, shumë lehtë me gabue, edhe mund të zem vdekja një ditë, një moment, edhe ai pastaj të humbë një herë për gjithmonë. Sado që t'jemi afër Zotit, sado që t'jemi afër fjalës së Allahut, sado që të ndalemi dhe të analizojmë sa herë që përmendet Zoti se ku është pozita jonë, ta mendojmë se një ditë do të dalim para Zotit, do të futemi në varr dhe do të mbetemi vetë dhe do të japim llogari për gjithçka të madhe dhe të vogël që e kemi bërë. Pastaj ta mendojmë gjithmonë kur bëjmë mirë dhe keq, shpërblimin dhe dënimin e Zotit se do të ballafaqohemi me këtë. Pastaj ta mendojmë se në ditën e Kiametit la yughadiru saghiratan wala kabira. Libri që do të na jep Zoti nga punët e tona, as imsinat edhe më të vogla, as të mëdha, as të voglat, ati nuk humbin, ati do t'i gjejmë të gjitha. Dhe ne kur i mendojmë të gjitha këto në jetën tonë, atëherë ndalemi nuk bojmë keq. Atëherë ndalemi e duam vetveten, e duam familjen tonë, i duam njerëzit e tanë, nuk bojmë zullum, nuk bojmë keq, nuk bojmë veprime që i lëndojmë të tjerët. Sepse, kemi thonë shumë herë, nuk mjafton muslimani me jetue me frikë se po mshohin të tjerët. Po gjithmonë duhet me jetue me atë vëmendjen, Zoti më sheh kudo që të jetë. Andaj dhe përmes kësaj kur i mendojmë gjithmonë të sende, përmendet Zoti, përmendet fjala e Zotit, leximi i Kur'anit, merremi me ato më shumë ne në jetën tonë, i përkujtojmë gjithmonë këto lidhje, i përkujtojmë gjithmonë të përfundime, edhe ndalemi dhe i duam njerëzit dhe vetveten e të tjerët. Nuk i bojmë zullum askujt, sepse dim se do të ballafaqohemi nesër para Zotit. Sahabiu i njohur Abdullah ibn Mesud për këtë ajet kuranor e thot një fjalë shumë interesant, thot a e dini se ky ajet kuranor ka zbrit edhe ne i kena 4 vjet si musliman. Do më thonë Resulullahin e kena mesin tonë. Po na tërheq Zoti vrejtjen tu e pas pejgamberin mesin tonë. Po çfarë ky ajet do të thot për neve dhe konat të cilat kanë kaluar deri tash? Çfarë ishte lidhja atyre me Zotin atë vakt? Edhe Zoti ju thot as ka arkoha që ju drejtoheni? A nuk u bë bollë e juja që ju ktheheni te Zoti më? Po çfarë nëse kanë kaluar 1400 sa vjet? Dhe ku është sot gjendja jonë sa e sa jemi larg ndikimit të fesë dhe Kuranit në shpirtin tonë dhe në jetën tonë. Nëse kjo për ju është drejtuar atyne në atë kohë, çfarë Zoti po ta zbritte një ajet
kuranor sot për neve, çfarë do të na qortojte neve dhe çfarë do të na thonte për neve, dhe ne sapra jemi larg nga këto. Sigurisht, dietarët kanë thënë se ky ajet kuranor a nuk ka ardhur koha, nuk është bëllmo, a nuk ka ardhur koha që lansi namazit fillon mu me namazin e vetë, se çdo moment mundu me zonë vdekja atë. A nuk ka ardhur koha që ta nalë, ta analizon, ai që nuk e jep zekatin, se duhet ta jep ato sepse do të del para Allahut xhelle shanu me llogari shumë serioze, që nuk do të mund t'i përballon pastaj atje. A nuk ka ardhur thot koha njerëzit e prostitucionit dhe të marrinave të ndryshme ta ndalin vetën e tyre për hir Zotit, sepse do t'i zem dhe mund t'i zem vdekja në çdo moment, dhe ku pastaj ata do të dalin para Allahu xhelle shanu. Dhe na kemi thonë ballafaqimi para Zotit është edhe më i rrezikshëm se sa vetë dënimi i xhehenemit, ku nuk jemi të gatshëm për ballafaqim dhe takim me Allahun xhelle shanu. Përsërin këtë ajet Kur'ani, a nuk ka ardhur koha që njerëzit mos të keq përdorin pasurinë e njëri tjetrit, mos të vjedhin pasurinë e huaj, sepse disa hadithe i kemi që trupi që ushqehet me haram, ai pat e ka obligim zjarrin që të dënohet me to. Trupi që ushqehet me haram, dhe me thonë me pare të vjedhuna, po i shohmi vjedhje sa let njerëzit mendojnë me jetu me llogarinë të tjerëve. Për para nonat, kur i kam përcjell evlat e tyne dhe burrat e tyne në punë, a dini çfarë porosie ju kanë thonë? Ke kujdes. Jemi të gatshëm me i përballu varfrisë, urisë dhe etjes, por nuk jemi të gatshëm me i përballu zjarrit të xhenemit nëse ti na sjell neve haram. E ne sot rrezikojmë shkume diçka që njerëzit bojnë vjedhje të cilat po i vrejnë dhe po i shohin. A nuk e dim se hadithi tjetër thot, njeriu në momentin e vjedhjes nuk është musliman, ngritet imani i tij, me zonë vdekja shkon pa iman, i përhershëm xhenem, çka ka fituar. Edhe nëse i ka qu familjes vetë një pasuri, jenë kënaqë ata me to, përkundrazi. Kanë ndezë zjarmin e barkat e tyre. Pasuria haram pikën e para ka shkatron moralin, e sjell përçarjen brenda familjes. Pasardhësit e tyre do të vuajnë gjithmonë këtë keqen që ja u ka bu baba ose gjyshi i tyre. Dhe kjo pra as një dobi nuk e ka. Mirë, po për momentin na duke se po kënaqemi. Allahu në Kur'an, në raport me këto mashtrime financiare, çka thot ela yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, a nuk e mendojnë se këta do të dalin para Allahut li yawmin adhim, në një ditë shumë të madhe. Li yawmin adhim, do të dalin para Allahut këtë ditë. Në atë ditë thot edhe një therrë, nëse ja ke marrë dikujt pa të drejtë një degë therrës të vogël, të keqe, të dobët, të pavyeshme, keme dhënë llogari për to. Dhe çfarë nëse ne sot shumë lehtë mendojmë të jetojmë llogaritë të tjerëve me vjedhje, mashtrime, korrupsione dhe gjërat e ndryshme, ku hadithit po e shoh thamse thot borxh, obligim e ka zjarrin çdo trup, mish i është ushqyje, pra mish i trupi, çdo trup që është ushqyje me haram. Ky hadith tregon se nuk ka mundësi këta njerëz asnjëherë të shpëtojnë mashtrimeve, vjedhjeve, korrupsioneve, keqpërdorimeve dhe gjërave të tjera, sepse në barkun e tyre, mbrendinë e tyre dhe të familjeve të tyre kanë vendosur zjarr që ju duket se është mirë, o do të digjen edhe në këtë botë, por djegja dhe ai shkatrimi më i madh dhe humbja do të jetë në botën tjetër. A nuk ka ardhur thot koha, dietarët e kanë thonë bas këtij ajetit, alam ya'ni lil ladina, as ka ardhur koha për ata të cilët përgojojnë njerëzit, flasin pas shpinës së tyre, flasin gjithçka për ta, saqë në prezencë nuk guxojnë të thonë ato fjalë, se s'jam mend, por ka mundësi jashtë i largut, mos prezencë, sepse kollaj është me folë për dikon dhe në aty këtu. Dhe gjithmonë ati që i tregon për dikon, ai person fjalët e tua i përcjell të tjetri,
edhe kur gjë nuk metet përsëri sekrete. Se Zoti çon me laçe që kjo fjala jote me atë jetën e kesh me dalë jashtë. Andaj Allahu xhaleshanu në Kur'an çka thot për rrezikun që ne flasim shumë për të tjerët, wala yaqtab ba'dukum ba'da. Mos gabonit përgojoni njëri tjetrin. E yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. A doni dikush të hani mishin e vllaut ton të vdekur? A han thot kët? Jo, e urren. Që shtu dush me urrejt, me fol për dikon. Sukur me vdek dikush dhe me hongër mishin e tij. A ka shijen to? Thot për kundrazi gërditësh dhe urren atë shumë. Në këtë mënyrë duhet ta urrejsh edhe për gojimin dhe të folurit për atë njeri. Pra, a nuk ka ardhur koha për gjithë to secilit. Feja islame edhe Kurani përmend dy mosha shumë të rëndësishme. Moshën 40 vjet edhe moshën 60 vjet. Për në moshën 40 vjet tregon të stabilitetin, nuk ka asnjë arsye për ty. Moshën 60 vjet të më drejto. Se çdo moment mundesh me prit takimin me Zotin Xheleshanu. Andaj mosha 40 vjet që na pjesa më e madhe mo i kemi kaluar ato dhe të tjera, edhe hala nuk ka ardhur koha që na për një me të nalemi që shikahije, që shkërkon feja jonë, që shkërkon me ta drejtu jetën tonë në këtë botë, edhe në botën tjetër, nëse edhe në këto mosha si jemi drejtu. Nuk ka arsye para Allahu Xheleshanu mo me të fal as një gjuna. Nuk ka arsye para Zotit mos me dënu. Por gjitha arsyet janë që ti duhesh me e shiju atë rezultatin e punës që e kemi bo. Andaj kemi hadithet të ndryshme që Allahu Xheleshanu thotë do njeriu me sinqer. Zoti në një hadith thotë në sharrën nasi dhul wajhain. Njeriu më i poshtër në dunjat është njeriu i diftyrave, sharrun nas, njeriu më i keq, ai i cili thotë me këta fol ndryshe, me ata fol ndryshe. Me përgojime, me praknena, në prezencë për i keshin njëri tjetrit, në mos prezencë, çka si thonjë, ja islame nuk e ka leju këtë, por ka kërku që t'jemi zemër hapur, kudo që jemi dhe me të gjithë njerëzit. Të gjitha këto dhe shumë e shumë të tjera, ne duhet kemi kujdes. Mos mendojmë se po bëjmë diçka edhe nuk po duke, nuk po shihet. Një fjalë thotë, krejt ato që e bën pas shpinës së të tjerëve, je duke bërë para syve të Zotit. Andaj duhet ta dimë se për çdo të madhe dhe të vogël do të llogaritemi për të mirë dhe do të llogaritemi për të keq. E lutim Allahun e rahmetëruar që të na mundson që ne të orientohemi, të udhëzohemi, të drejtohemi, sepse ka ardhur është koha gjithmonë që ne të kthehemi te Zoti për të mirë, që ta rregullojmë jetën tonë dhe të familjeve tona në këtë botë dhe të shpërblehemi para Allahu Xheleshanuhu me pendim dhe vepra të mira në botën tjetër. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.